A është Bukureshti një mjedis frymëzues, domethënë për një intelektuale shqiptare për brezin tënd? Pra, çfarë dyshim do kishe nëse ti do ishe në Tiranë, sipas teje? Besoj se fakti që unë kam qenë në Rumani dhe në Bukuresht më ka ndihmuar më shumë për të arritur më shumë rezultate dhe më shumë formim në pjesën e edukimit, por edhe të veprave që unë kam përkthyer dhe kam marrë frymëzim drejt për drejt nga Rumania. Po është nga vitet e qëndrimit edhe nga profesorët katedra e studimit në gjermanisht dhe tani katedra e filozofisë. Është dhe një moment i cili unë mendoj që duhet të jetë përcaktuar në jetën tuaj, që është origjina, domethënë ose vendlindja. Divjaka është një vend banim, është një komunitet i cili është i njohur për njerëz punëtor, apo jo, që edhe njerëz të dijshëm dhe që ka produkte 2 herë në vit, domethënë është për shkak të bekimit që ka nga Perëndia, por ju i referoheni në librin tuaj Gjyshit, i cili ju ka motivuar ka motivuar ambicien tuaj për të parë si cak vetëm qiellin. Apo sa përcaktues ka qenë Gjyshi? Gjyshi ka qenë nga personat më me peshë në jetën time dhe i cili më ka frymëzuar dhe më ka dhënë gjithmonë atë shtysën e parë për të ecur gjithmonë drejt dhe për të parë gjithmonë për te vështirësive. Për mos u ndalur kurrë një momenti në cilin unë mund ndihem e dobët edhe mund të vazhdoj drejt përpara. Unë po shoh këtu ata autorët që e kanë lexuar atë veprën tuaj të parë, Bardulondo, Indier, apo jo është Përparim Kabo, apo autor të tjerë, por mua më bën përshtypje, ashtu që ka bërë përshtypje dhe botuesit tuaj Ndëqim Kulla, thellësia e frazës. Natyrisht, mbi të gjitha është leximi juaj origjinal, që ju veçon në atë opusin e studiuesve të letërsisë shqipe, që domethënë që është me të vërtet një tezë unike. Profesor Kulla tha që edhe Eqerem Çabej, i cili ndonë se nuk ka pat fokusin e studiuesit, po themi, e studiuesit të letërsisë, edhe e ka gjetur këtë pikë kontakti. Më duket edhe Çabej ka studiuar në Austri, ka studiuar në Graz, besoj edhe ai. Pra, këtu është ai momenti përbashkëm. Më duket se kanë qenë dhe shok me shok. Kanë qenë edhe besoj se ekziston dhe një bashkëpunim midis të dyve. Midis të dyve, pra, është kjo arsye pse ai, domethënë si bashkë student me Lazgushin e ka pikasur këtë asocim, pra të korpusit filozofik, të ideve filozofike të Schopenhauerit me atë botën krijuese me të. Por ideja ishte që kjo gjë nuk ishte kapur më përpara nga askush, nga asnjë studiues që është marrë me trajtimin e analizës së poezisë Lazgushit. Dhe unë jam futur thellë në studimin e saj, duke pasur parasysh idenë kryesore të filozofisë Schopenhauerit, e cila trajtonte anima mundi. Anima mundi quhet ndryshe shpirti i botës. Dhe Lazgushi ka shkuar aq thellë në poezinë e tij sa që trajton shumë thella që kanë të bëjnë me shpirtin edhe me ndjenjën njerëzore. Doja që për ata që po na ndjekin, doja që të ilustroja atë thellësinë në cilin ka shkuar, po themi mendja, aftësia krijuese juaja në moshën 21 vjeç, me disa prej atyre që janë titujt po themi e librit tuaj. Pra ju flisni për një intuicion, për një zbulim, revelim, jo keni shkruar me atë versionin, po themi, latin të fjalës, një analogji si shtigje drejt tokës si shpirtit lazgushian. Ju flisni për një shpirt, një zog qesh si një ylber mbi një ujvar. Ju e konsideroni botën lazgushian si një botë që rron trande dhe vdes me gas për të përjetësuar. E konsideroni, dhe këtu kjo është diçka filozofike, një shteg bashkimi për identitetin e mikrokozmosit me makrokozmosin. Po, kam trajtuar 2 ide, idenë e makrokozmosit dhe ideja e mikrokozmosit. Do të thënë, idetë e Lazgushit të cilat shkonin deri në mikrokozmos, pastaj zgjeroheshin në makrokozmos. Ju keni patur besiguri pasion edhe për të shkruar letërsi, për të shkruar poezi vetë, apo jo? Si fillim ka pasur thjesht dëshirën për të lexuar për poezi, por për të shkruar poezi unë nuk kam shkruar personalisht. Thjesht ka tërhequr filozofia. Keni shpëtuar nga ky ves, domethënë ves kombëtar e Joni. Jo, personalisht nuk shkruaj poezi, por që më pëlqen.
ju flisni për një mall, një lot, një vallë yjesh, për një metafizik të dashurisë përjetësisht rigjenjerojse. Po, duke pasur parasysh faktin që dashuria ka qenë subjekt kryesor në poezinë e Las Gushit, edhe ka qenë subjekt shumë frymëzues edhe për poetë të tjerë.